këto evente kulturore janë për të ruajtur identitetin aty ku nuk bën më na prek, sepse aty është gjaku jonë, është jeta jonë, është historia jonë. Çfarë ndjenja është për juve me qenë mesin e këtyre shqiptarëve në Zvicër? Po, për mua ishte privilegj, sepse vërtet ndjeva mirë kur ma bën ftesën për me ardhë me kuru këtë ekspozitë dhe është një aktivitet që duhet mbështetur. Edhe për këtë arsye mora vendim që të jem i angazhuar rreth këtij aktiviteti, mora rrugën prej atje dhe pash shumë artistë që janë duke jetuar në Zvicër, kishin konkuruar për ekspozitën dhe kështu që arritëm ta finalizojmë duke i korrigjuar disa punime të cilat sonte janë ekspozuar dhe secili prej artistëve kishte një punë të veçantë me teknikat e ndryshme, siç e thash edhe në hapjet e ekspozitës. Më mirë që secili është ndryshe për njëri tjetrit, secili ka botën e vet shpirtërore, por ajo që është me rëndësi, këto evente kulturore janë për të ruajtur identitetin dhe artistët janë ata të cilët në secilën kohë kanë qenë vazhdimsi e brezave, cilët e kanë ruajtësit më të mirë të historisë tonë, themi kështu. Po, sigurisht, dhe kështu që unë përgëzoj gjithë artistët cilët kanë marrë pjesë sonte, edhe organizatorët, sidomos konsulin, shoqatën Skënderbeu, agimin në veçanti, dhe mendoj që këto aktivitete duhet të ndodhen sa më shpesh, të marrin pjesë sa më shumë të ri të Kosovës ose nga visët shqiptare që jetojnë këtu në Zvicër, sepse kështu ata takohen së bashku, miqësohen. Po çka po ta merr mendja për të rinjët në Kosovë, apo e mbrojnë mirë edhe apo e njohin mirë historinë e kombit tonë? Po sigurisht ka shumë të ri që e njohin mirë historinë, ajo mësohet edhe në shkolla, në për një kohë. Në shumicën e rasteve kemi kur ekstremizmi fetar, për shembull, e prek identitetin tonë kombëtar dhe kështu që na aty duhet jemi sa më të guximshëm që të reagojmë aty ku nuk bën më na prek, sepse aty është gjaku jonë, është jeta jonë, është historia jonë, është vazhdimësia e jetës për neve, kështu që të rinjët... Apo mendon që po ndikohen të rinjët nga këto temat fetare që po ndodhin në Kosovë? Mendoj se ka raste kur janë ndikuar, ka raste kur edhe njerëz intelektual dhe që është për fetar keq për ta gjëna. Mirë po, ne jemi këtu për ta mbrojtur këtë identitet, këtë histori tonë, dhe kështu që gjithmonë që kemi dalë zot në për kohërat e ndryshme, periudat e ndryshme, brez pas brezi, ne do të jetojmë dhe të jemi gjallë si kombë shqiptar në mesin e kombëve të fuqishme. Pra sot jemi kudo në botë përmes artit, përmes muzikës, përmes kulturës, përmes biznesit. Tregon që është një popull i vogël, po me energji shumë të madhe.